Mirëmbrëma të dashur shikues. Mirëmbrëma veçanërisht ju ndjekës të emisionit që jeni besimtar musliman, të gjithëve ju uroj gëzuar Fitr Bajramin. Sot i ftuar është Olsi Azixhi. Do të flasim për një përzierje temash, por që në fakt kanë lidhje me njëra tjetrën. Do të flasim pak për teologji, pak për luftën në Iran, pak për ndjekimin e lobit zionist në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të kuptuar çfarë është zionizmi i krishterë, ku ndahen fet, a është kjo luftë fetare apo jo? Dhe nëse është, cila mund të jetë zgjidhja e konfliktit? Mirëmbrëma. Selam aleikum, faleminderit për ftesën. Edhe unë të falenderoj që erdhe. Do ta fillojmë nga Amerika, jo nga Irani. Unë e pranoj ignorancën time fetare. Jam lindur të rritur në një vend ateist dhe madje edhe në familje ateistësh. Kështu që nëse unë gaboj rrugës, të lutet më vesh në dukje me qetësi dhe me dashamirësi, sepse nuk e bëj me qëllim. Po do ta fillojmë me Amerikën sepse po shikoj sa shenja të çuditshme. Kemi një përfaqësuese në atë që u quajt nga Donald Trumpi Komiteti për Liritë Fetare, një katolike, e cila në herën e parë që u mblodh ky komitet, shtrohet një pyetje shumë të thjeshtë. Unë si katolike, a jam i detyruar të punoj për Izraelin apo duhet të punoj për Amerikën? Jo vetëm që nuk mori përgjigje, por u përjashtua nga kryetari i komitetit. Ajo pretendoi që i vetmi njeri që kishte autoritet ligjor për ta përjashtuar ishte Trumpi, dhe Trumpi së fundi, para disa ditësh, e ka përjashtuar. Ndërkohë që në këtë komitet nuk përfaqësohen grupe të mëdha demografike në Shtetet e Bashkuara, hindut nuk përfaqësohen, budistët nuk përfaqësohen, të krishterët ortodoks nuk përfaqësohen. A është ky një komitet në fakt i përbërë nga zionist? Dgjoj, kjo administrata e presidentit Donald Trump është marrë peng nga një lob zionistësh. Ne e dim që sidomos me rënien e Bashkimit Sovjetik dhe me përfundimin e kërcënimit komunist për Amerikën, qeveritë amerikane u morën peng nga zionistët. Ky projekt nis Pra po thua që ky është realiteti i vonshëm? Domethënë pas vitet 90? Ky është kur zionistët dolën hapur, pse domethënë ata kanë qenë. Okej. Por faktikisht nga leximet e mia nuk kam kuptuar që në vitin 1979 Benzion Milejkovski, babai i Benjamin Netanyahu, ose i Ben Nitait, apo i Ben Nitait, që ai e ka ndruar emrin në Benjamin Netanyahu, Ben Nitai, që t'ja themi publikut Netanyahu do të thotë e ka dhënë Zoti. Po. Dhe kush ishte ajo e merr Zoti që e kishte gjetur ti? Sa të që nuk e tregojmë dot publikut sepse nuk e kemi mundësi me video. Po, u mundova të bëja një shaka përmes ChatGPT-s, një shaka që në fundit është nga ato që në anglisht quhet wishful thinking, mendosh me dëshirë. Pra doja dëshirën time. Pikërisht nisur nga emri Netanyahu, nga mbiemri Netanyahu që në hebraisht ka kuptimin e ka dhënë Zoti. I kërkova ChatGPT-s të më përkthej thënien e famshme që është nga Bibla, Zoti ta jep, Zoti ta merr, ose Zoti e dha, Zoti e mori. Dhe ma përktheu Netanyahu ve Lekjaçahu. Lekjaçahu, okej. Netanyahu do të thënë dhuratë e Zotit në persisht është Allah verdi, dhuratë e Zotit. Ndërsa nëse jam gabim në greqisht duhet të jetë Theodoris, dhuratë e Zotit. Megjithatë, tani zionistët apo këta çifutët që kanë këtë besimin supremacist, sidomos këta të sektit të Shabat Labovicit, që vinë nga Ukraina, do të fillojnë të lëvizin në mas të madhe drejt SBA-s pas vrasjes së Tsar Aleksandrit II, se këta janë çifutët e Rusisë, e perandorisë ruse. Perandoria ruse shtrihet nga Letonia, Estonia, Polonia, Ukraina, Rusia, Bielorusia e tjerë. Me vrasjen e Tsar Aleksandrit II, i cili u dha liri çifutëve, që do nisin ato programet e famshme në Rusi,
ne do kemi një spostim masiv të këtyre çifutëve slav. Unë i quaj slav nga që janë slavizuar. Do më thënë, edhe pse këta janë kazar, këta u slavizuan në perantorinë ruse. Do kemi lëvizjen e këtyre masive drejt SBA-s, ku nga viti 1890 deri në 1914 do kemi 1.000 lion çifut nga perandoria ruse që do shkojnë në SBA. Lion? 1 milion. 1 milion e the të ndarë fjalën, nuk e di. 1 milion. Dhe më pas luftës parë botërore dhe dytën, do vazhdoj largimi i këtyre fshatarëve rus, polak e tjerë që do shkojnë drejt Amerikës, nga që Amerika ishte mall pa zot, dhe këta do të fillojnë që të marrin pushtet. Tani, që lëvizja masive e çifutëve në SBA do fillojnë në mënyrë graduale të marri pushtetin elitave anglosaksone. Besoj ke lexuar librin e Henry Ford, The International Jew. Jo, nuk e kam vënë në listë, nuk e kam lexuar akoma. Çifuti ndërkombëtar. Kjo do vihet në pa nga një numër intelektualesh perëndimor, që nga Henry Ford e deri te Adolf Hitleri me librin e tij The Mein Kampf. Fillimisht edhe nga Churchilli para luftës. Edhe nga Churchilli. Edhe Churchilli ka qenë shumë kritik. Churchilli ka edhe një shkrim që boton, më duket viti 1920 me titull The Bolshevik Jews and the Zionist Jews, ku Churchilli dhe këto elitat anglosaksone që në këtë kohë kontrollonin Amerikën, perandorinë britanike etj. Do arrin që ta kuptojnë këtë pushtetin që çifutëria po merrte nëpërmjet bankave. Dhe nëse lexojmë librin këtë shkrimin e Churchillit, Churchilli në këtë shkrim që boton 1920 i apelon çifutëve, ai quan çifutët bolshevik terrorist, se ata ishin kundër kishës dhe kundër mbretërve, nga që ata e masakruan monarkinë ruse, dhe u apelon atyre. Monarkinë ruse masakruan me financime perëndimore. Ishte joint venture, se kishte interes perëndimi që të shkatërrohej. Adam Schiff që ishte financuesi kryesor, që është mburrur, që ka paguar $10 milion për rrezimin e carit, nuk ishte. Po, ama kur britanikët e shohin sa kishte asgjë tjetër përveç se që fut Amerikën. Ama kur britanikët e shikojnë se sa të rrezikshëm bëhen këta, ata domethënë bëjnë pazar me çifutërinë zioniste, i thonë, "Okay, mos na bini më në qafë, po u japim Palestinën, na jepni kapitanin tuaj." Perandoria britanike luftën e parë botërore e fitoi fal financimeve të Rothschildëve, që të mundin Gjermaninë dhe perandorinë osmane. Dhe në këtë shkrim Churchilli thotë, neve thotë po u japim Palestinën, çifutët zionistë janë të mirë, nga që ata na binden neve, nga që edhe ne po i shpërblejmë me Palestinën. Po zionizmi është pak më i vjetër. Është më i vjetër. A mund të shpjegojmë pak ku u bazua zionizmi si filozofi politike, çfarë gjeti në judaizëm dhe çfarë përjashtoi nga judaizmi? Sepse kemi parasysh që natyre i karta, edhe një masë e madhe të tjerë rabinësh që ndoshta nuk janë drejt për drejt përfaqësues të kësaj lëvizje, pretendojnë se është herezi ndërtimi i shtetit Izraelit. Është herezi dhe sot kësaj dite ka shumë rabinë që protestojnë kundër ekzistencës së Izraelit. Do më thënë, jo vetëm Nurutej Karta, të cilët edhe refuzojnë që t'jenë në Izrael, por edhe këta çifutët konservatorë që janë në Izrael, që refuzojnë të shërbejnë në IDF-in izraelit, edhe këta e shohin Izraelin si shtet të mallkuar. Nga që duhet të kuptojmë diçka, që zionizmi, pas gjithash, është një kopje e shëmtuar e nacionalizmave evropian. Dhe po të shohësh, zionizmi është shumë i ngjashëm me nazizmin. Ashtu sikur nazizmi kishte atë ideologjinë e superioritetit. Unë prandaj e quaj nazionizëm tani. Do të thënë, po të shikosh edhe Netanyahu dhe gjuhën që flasin udhëheqësit e Izraelit është copy-paste i nazizmit. Kishte thënë dikush që s'po e kujtoj për para 3-4 ditësh, kishte përdorur madje fjalën Lebensraum. Po. Kishte thënë
Ne kemi nevojë për Lebensraum, për hapësirën tonë etike, një fjalë në gjermanisht e përdorur nga Hitleri. Më fal, Lebensraum i çfarë është? Është errec Izrael. Domethënë ky Izraeli biblik që këta duan të bëjnë, nga lumi Eufrat në lumin Nil, që parashikon zhdukjen e Egjiptit, e Irakut, Të Egjiptit jo plotësisht. një pjesë të Egjiptit, e Egjiptit, e Irakut, e Sirisë, e Jordanisë, e Arabisë Saudite, Libanit. e Libanit, është Lebensraumi i zionizmit. Dhe po të shohësh edhe mënyrën se si është ndërtuar shteti zionist Izraelit, është copy-paste i nazizmit. Domethënë, Dakor, por para se e kemi të qartë se si pastaj vepron filozofia politike, aq më tepër që kjo është filozofi totalitare më fal, raciste. dhe po të shikosh Gazën, çfarë është Gaza? Gaza është një kopje e Varshav Ghetto, e getos Varshavës. Jo, kanë qenë shumë më mirë në geton e Varshavës. Shumë më mirë, normal, se Hitleri nuk i bombardonte me avion, Deshin bomba 1 tonshë. por këta domethënë u inspiruan nga getoja e Varshavës. Mirë, merrem pak më vonë me politikën, por rinte kjo, sa më përmendë Habat ose Shabat Lubavitch. Po disa i quajnë Habat, disa i quajnë Shabat Lubavitch. Po. Dhe unë të përmendën aty Ray Carton, tani si ndahen? Pse librat e shenjtë nuk i mbyllin këto debate? Pse nuk japin një përgjigje të qartë? Cila është e drejta? Ajo që thotë Naturali Karta, që nuk duhet të rindërtohet shteti i Izraelit, apo ajo që pretendojnë Shabat Lubavitch që vetëm duhet ndërtohet, po dhe duhet zgjerohet? Shkojnë nga Nili në Tani Eufrat. këta Shabat Lubavitchët përpiluan këtë iden supremaciste qifute, sipas të cilës qifutët janë populli i zgjedhur i Zotit, se për nuritoj Kartën dhe këto grupet ortodokse, ato e din që janë popull i mallkuar, biles po të hysh në faqen e nurit e i Kartës, se Zoti atyre u ka ndaluar edhe të përmendin emrin Zot. Kur e shkruajnë fjalën këta nurit e i Kartë për Zot e quajnë G-D, se u ka ndaluar Perëndia edhe t'ia përmendin emrin. Dhe për më tepër ata përmendin profecit në librin e Danielit, ku atyre Zoti i ka thënë që në rast se ju do krijoni shtet, atëherë mallkimi i Zotit do bjerë mbi ju. Po ky sekti Ukrainas i Shabat Lubavitchit, i cili u formsua nga një numër rabinësh dhe më i rëndësishmi këtyre është ky Rebe Labovich, i cili edhe ka takuar Rabini, i cili edhe ka takuar Netanyahu në vitet 1990, ka edhe video ku i thot Netanyahu që ti do jesh kryeministri i fundit i Izraelit dhe pas teje do vi Meshia. Ky sekt në një farë mënyre ju bashkua ideologji zioniste, se duhet ta dim që Theodor Herzl, Weizmanni dhe këta themeluesit e shtetit Izraelit, këta ishin qafir. Domethënë nuk ishin besimtar. Biles David Ben Gurion, i cili do themeloj edhe këto kibucet e para izraelite në mandatin e Palestinës, këta ishin marksist-leninist. David Ben Gurion ishte miku Leninit, ishte pjesë e bolshevikëve, u shkëput nga këta. Dhe për ata që se din, kibucimet janë kooperativa bujësore. Janë kooperativa bujësore. Domethënë Izraeli Por në kolektive në tokë shtetërore. Izraeli origjinal ishte bashkim kooperativash bujësore, që ta bëjmë më të thjeshtë për shqiptarët. Po çfarë do ndodhi është që ndërsa ky Izraeli i parë që do formojnë britanikët, do bëhet me këto grupet marksiste, leniniste që hanin mish derri edhe nuk respektonin as shabat as i gjë. Më pas, me vërshimin e këtyre qifutve nga Ukraina, dhe kemi një vërshim të madh, rreth 1 milion qifut që do shkëputen nga Bashkimi Sovjetik në kohën kur vjen Mikhail Gorbaçovi në pushtet, këta do sjellin një farë rrymë e cila deri në atë kohë nuk ishte e njohur në judaizëm. Se Izraeli i parë që themelohet nga britanikët ishte Izrael shekullar. Do vinë këta qifutët e Ukrainës, të cilët do të formojnë partinë e tyre brenda në Izrael. Dhe kjo parti do të bashkohet me familjen e Netanyahut. Netanyahu me gjithë babajnë e tij, edhe babai i tij ka qenë qafir, jo besimtar. Këta nuk kanë praktikuar as judaizmin, nuk dinin as hebraisht, ishin thjesht kolon slav që u sollën aty. Netanyahu do të inspirohet shumë nga babai i tij, Benzion Milejkovski. Benzioni
ishte sekretari Vladimir Jabotinskit. Vladimir Jabotinski ka qenë një sharlatan, ka qenë agenti Rothschildve në Stamboll, kur bëhet revolucioni John Turk, kundër Çfarë lidhje ka me Zev Jabotinskin? Ky Zaevi është Vladimiri. Se e ndryshoi emrin nga Vladimir në Zaev. Se këta këtë bëjnë kur shkojnë në Palestinën e pushtuar, ndryshojnë emrat rus dhe shpikin emrat. Të gjithë i kam ndruar me Golda Meir, me David Ben Gurion, me Menahem Begin. Dhe domethënë ky Vladimiri karrierën e tij e ka filluar ka qenë një herë bolshevik, me bolshevikët në Bashkimin Sovjetik. Më pas nuk bëri dot hajër me ata dhe rekrutohen nga familja Rothschildve, të cilët ndërtojnë lëvizjen John Turke në Stamboll. Dhe ky ka jetuar në Stamboll nga 1909 deri në 1914, se ky ishte financieri i lëvizjes John Turke. Ka themeluar edhe një gazet, më duket John Turk, gazetën John Turke, ka qenë editor i saj. Dhe ky përpunon ideologjinë ekstremiste të John Turqve, ku ata nisën politika të turkifikimit e tjerë, politika që i sollën turqit në konflikt me shqiptarët, në kohën e atij Turgut Shefqet Pashës që vjen këtu e hyn në konflikte me shqiptarët, e hyn konflikt me arabët e tjerë. Dhe kur fillon lufta e parë botërore dhe Turqia hyn në luftë në krahun e gjermanëve, ky i braktis John Turqit dhe i bashkohet britanikëve dhe krijon legionin e çifutëve në ushtrim britanike. Pas mbarimit të luftës, ky vendoset në Palestinë, por ky sjell me vet atë që quhet revizionist zionizëm apo zionizmi revizionist. Dhe ky zionizmi revizionist inspirohet nga sekti i Shabat Labovicit, sekt i cili kërkonte që çifutët të bëheshin fetar dhe Izraeli të kthehet në tokë biblike. Dhe ky vjen në konflikt me grupin e komunistëve të Ben Gurionit. Kur bëhet Izraeli në 1948, e bën grupi Ben Gurionit apo Partia Laboriste, Partia e Punës. Dhe që përveç se komunist duhet të thënë që ishte edhe terrorist. Urdhëro? Ishte edhe terrorist përveç se komunist. Kush? David Ben Gurion. Po, terrorist kanë qenë gjithë. Dhe Menahem Begin. Të gjithë ishin terrorist, por këta terroristët e Partisë Laboriste, ndërsa ishin terroristë, ishin gjithë vrasës, ishin shekullar. Domethënë, këta donin krijimin e këtij shtetit të Izraelit, po thonin ok, le ti mbajmë këta palestinezët, dhe i çuan palestinezët nëpër maljet e bregut perëndimor, se po shikosh të Izraelin që krijojnë këta laboristët e krijojnë nëpër fushat e Tel Avivit, e Haifës, e Akres është në Liban. Harrova qytetet e tjera, domethënë Izraeli origjinal krijohet në fusha. Nëse ke vizituar Izraelin, Izraeli janë shumë Shqipërisë. Domethënë, ashtu si kur Shqipëria për shembull nga Mali Dajtit deri në Dibër ka malsi, kurse nga Mali Dajtit e poshtë ka fusha, Izraeli ka pothuajse të njëjtën gjeografi. Dhe po të shikosh hartën e Izraelit, Izraeli u krijua në fushën, nëse marrim shembullin e Shqipërisë, nga fushat e Gjirokastrës deri në fushën e Vlorës. Ky është Izraeli. Popullatat myslimane që ishin i dëbuar nëpër male, dhe kur shkon në bregun perëndimor, bregu perëndimor i ngjan shumë malsive tona nga Dajti deri në Dibër, aty ishte. Okej, po kthehemi pak tek teologjia. Pra, Izraeli origjinal krijohet nga këta marksistët që fut me kibuce e tjerë. Tani çan duke filluar që nga viti 1979, ne kemi këtë rrymën e Vladimir Jabotinskit, së bashku me babain e Netanyahut, me Benzion Milejkovskin, që ta fillojnë edhe sponsorizohen ndoshta nga grupi i Shabat Labovicit, dhe këta bëjnë një konferencë në vitin 1979, që quhet The Jerusalem Conference. Babai i Netanyahut krijon një institut, The Jonathan Institute, dhe ky lobi i çifutëve Labovicer apo se termi zionist është shumë i përgjithshëm, po i këtyre zionistëve fetar fillon dhe krijon partinë e tyre dhe lobin e tyre. Dhe këta fillojnë që të lobizojnë në këtë kohë në qeveritë perëndimore,
fillojnë të rekrutojnë politikan amerikan, ndër të tjera në këtë konferencën e 1979-s marrin aty edhe George Bushin e parë, plakun, i cili ishte senator dhe nisin ta financojnë dhe më pas e bëjnë president të SBA-s. Dhe në këtë konferencë, si Benzioni, si Ben Nitaj apo Benjamin Netanyahu, fillojnë dhe lobizojnë qeveritë perëndimore që numër 1 t'japin fund lirive dhe demokracive që kishte perëndimi. 2, të shtypnin lëvizjet pro-palestineze, që fillonin që nga Bashkimi Sovjetik deri tek e majta perëndimore. Dhe çfarë ndodh kur bie Bashkimi Sovjetik, këtu është momenti që këta marrin pushtet. Nga që George Bushi i parë vjen në pushtet dhe George Bushi ishte pjesë e grupit të këtyre që quhen ndryshe Likudnik, e partia e Likudit. Dhe kur bie Bashkimi Sovjetik, pasi Bushi i parë nis luftrat e para kundër Islamit, në 11 shtator 1991, pasi mund Irakun, Bushi plak njofton në Kongresin Amerikan që tani kemi New World Order, një rend të ri botëror, rend ku Amerika do t'i shërbente zionizmit. Çfarë këta bëjnë është që kjo lëvizja e likudnikëve fillojnë protesta masive për të rrëzuar laboristët në Izrael. Kur vjen Clintoni në pushtet, në 93-shin kemi Oslo Accords. Në marrëveshjet e Oslot, kryeministri Yitzhak Rabin, që ishte edhe ai komunist, apo Partia e Punës, po ta quaj, ta arrin në një farë konkluzioni me palestinezët. Projekti ishte që do bëhej një paloshtet në bregun perëndimor dhe në Gaza, dhe Izraeli do kontrollonte pjesën e edhe Jeruzalemin mbetej pjesë nën autoritetin palestinez. Këtu fillon që ky çifutizmi i likudnikëve, që është çifutizëm fetar, fillojnë me protesta të mëdha. Biles Benjamin Netanyahu dilte me arkivolin e Yitzhak Rabinit në 95-ën, derisa në 95-ën e vrasin Yitzhakun. Ka dhe një video të Ben Gvir që thot këtë gjën, se që ka një prekuizit vogël, nuk di që ta quaj, që e kemi vjedhur nga makina e Yitzhak Rabinit. Pra, dhe thot Yitzhak Rabini duhet ta di se kur mbërrim të makina ti, mbërrim dhe tek ai. Pra, kjo lëvizje ekstremiste e këtyre qifutëve zionistofetar, që ta thjeshtoj për Miletin, fillon me protesta, vret Rabinin, dërmon Partinë Laboriste, dhe kemi Netanyahun dhe që bëhet kryetar i Likudit dhe pastaj kryeministër. Kemi Netanyahun edhe Ariel Sharonin që marrin pushtetin. Kemi një hiatus kur vjen ky laboristi tjetër që është Ehud Baraku vjen pushtet rreth një 2-3 vjet. Dhe nga ai moment që këta rrëzojnë Ehud Barakun, fillojmë së pari me Ariel Sharonin, pastaj me Netanyahun. Që një ndërprerje të vogla, bën përshtypje ty që në fajlet e Epsteinit rezulton vetëm Ehud Barak, asnjë kryeministër tjetër i Izraelit? Jo, nuk e di ato. Ka qenë i përgjuar. Po normal. Dhe ka një agent të CIA që thotë që për ta penguar një marrëveshje tjetër izraelito-palestinese, kur ishte Ehud Baraku, po, Epstein nuk ka bërë presion të dyve. Edhe Bill Clintonit, edhe Ehud Barakut me video kompromentuese. Po, tani, ky grupi i këtyre... Vetëm se po merremi shumë me politikë, po merremi me fe, me fe. Ta mbaroj këtë pastaj dalim te feja. Okay. Se duhet të tregoj që si ky grupi i likudnikëve fillojnë tani sulmin kundër laboristëve që i shkatrojnë, dhe meqense përmendë Clintonin, ajo Levinsky Affair ishte projekti i Mossadit, që ja çojnë Monica Lewinskin Clintonit, se Clintoni nuk donte të bënte luftra, që detyrojnë që bëjnë operacionin Desert Fox, që të mbanin presionin kundër Irakut. Pastaj, sa sillin Bushin e dytë në pushtet, Bushi nis atë që njihet lufta kundër terrorizmit, që këta e magjosën botën, jo 11 shtatori, jo kullat binjaki, kujdes me duart para kamerës, jo Al-Qaida, jo Bin Ladeni etj. Por çfarë bën Bushi i dytë? Bushi i dytë vazhdon projektin që nis Bushi plak, që ishte krimi i Erec Izraelit.
Pra kemi një Bushi i dytë ka qenë një cop gomari, gjitha i ka bërë Dick Cheney. po mirë, Se kjo ka qenë marrëveshja. po më fal. Unë pranoj të bëhem zvendës presidenti yt, po politikën e jashtme ti nuk do ta prekësh me dorë fare. Jo, këta gjithmonë gomer zgjedhin për president, pse Trumpi nuk është gomar. Dick Cheney nuk ishte gomar ama. Dick Cheney ishte personi që lëvizte Gurë. Fiat. Po. Dhe këta me Bushin e dytë, Pavarësisht se quhej Dick. po. Këta me Bushin e dytë nisin projektin e Izraelit të madh. Projekti i Izraelit të madh fillon me rrozimin e Saddam Husseinit, që ishte udhëheqësi më i fuqishëm arab që nuk ishte nënshkruar paqe me Izraelin dhe mbështeste palestinezët, të cilin e vrasin dhe Irakun e shkatrojnë. Vazhdojnë me destabilizimin e Egjiptit, me shkatrimin e Siris, lufta civile nga 2011 deri në 2024, me zhdukjen e Gaddafit, me shkatrimin e Libis, me shkatrimin e Sudanit, Somalisë etj. Pra kemi dy grushte, domethënë dy tërmete të mëdha gjeopolitike që ndodhin. E para, likudnikët marrin pushtetin në Izrael dhe i heqin këta çifutët ateist që Dhe neokonservatorët marrin pushtetin në Shtetet e domethënë Bashkuara. këta marrin pushtetin si në SBA, si në Izrael dhe në të njëjtën kohë i japin fund akordeve të Oslos. Edhe Netanyahu ka deklarata që 1995 thotë unë do t'jap fund marrëveshjes Oslos, nuk do ketë më shtet palestinez. Tani, në këto momente që në flasim, ky grupi i likudnikëve që për inspirim ka sektin e Shabat Labovicit, Atje ku shkon dhe Rama kur shkon në New York. kush edhe ky kriminali Joel Kaplani që është, edhe ky është Por pjesë. i është çifut, po na shkon edhe Rama, Po, që shkon edhe kemi Rama. ministër. Dhe ky sekt, domethënë, ky është sekt satanik. Nëse ke ndjekur për shembull lajmet nga Rusia, kur Rusia nisi në operacionin special ushtarak, Këshilli i Sigurisë Kombëtare shpalli një sër grupesh ekstremiste satanike në Ukrainë, që ishin që nga këta evangelistët pentakostal, disa grupe evangelistësh që nuk më kujtohen, është grupi i këtyre paganëve që i falen këtyre idhujve sikur Baba Yaga, edhe harrova se kanë patur një kryeidhuj këta ukrainasit përpara se të vaftiseshin ortodoks, dhe ndër të tjera këta shpallin grupe ekstremiste edhe sektin e Shabat Labovicit. Jo, këtu se dia. Po e shpallën dhe u bë skandal i madh se ai rabini Çifuti i Moskës që më pas defektoi dhe e la Moskën, i shkon dhe i ankohet Putinit, i thot pse na keni shpallur neve sekt satanist. Edhe Putini detyroi Këshillin e Sigurisë Kombëtare që ta hiqte dezignimin e Shabat Labovicit si sekt ekstremist. Dhe kemi pra këtë sekt i cili A është i njëjti rabin ky për cilin po flasim që tha që është e vërtet që Ehud Barak donte 1 milion çifut, jo çifut, se s'kishte më çifut në Rusi, 1 milion rus të varfër për t'i bërë çifut, për t'i judaizuar dhe unë e pengova këtë plan të çmendur? më duket se është i njëjti. Okej. Dhe Ka qenë krye rabini në i Moskës. po, i Moskës. Dhe kemi, domethënë, këtë grup i cili merr pushtetin Izrael, nxit luftën në Ukrainë, se duhet kuptojmë diçka meqenëse po flisnim në teologji. Nëse Po s'kemi hyrë akoma, me politikë dhe me histori jemi marrë deri. tani po hyn teologji. Lufta që këta bën në Ukrainë, instalimi i Zelenskit, nëse ke lexuar Jeruzalem Postin vitin 2020-2021 kur Zelenski merr pushtetin, Jeruzalem Posti mburri, thoshte, u bëm me 2 shtete çifute në botë. Sepse për këta grupin e Shabat Labovicit, këta nuk duan vetëm Palestinën, por duan edhe Ukrainën, se Ukraina është kazaria nga këta kanë ardhur. Se mos duan edhe Shqipërinë. Po, e di Rama po i sjell edhe në Shqipëri. Dhe kur ka nisur operacioni special ushtarak në Ukrainë, Patriark Kirilli i Moskës, i kishës patriarkanës së Moskës, deklaroi që tha lufta për Ukrainën është lufta jonë e shenjtë, nga që Kijevi është Jeruzalemi ynë. Sepse slavët u ortodoksizuan në Kiev. Po të shohësh se çfarë ka bërë qeveria e Zelenskit, i ka shpallur luftë hapur ortodoksisë, Ka ndar kishën. duke ortodokse krijuar nga- një kish kukull, duke edhe
korruptuar patriarkun e Konstantinopolis Bartolomeun, I fut edhe në burg ata që predikojnë rusisht. dhe Rusia këtë Bartolomeun që mbështeti kishën që krijoi CIA në Ukrainë e kanë quajtur Jud Iskarioti dhe tradhtari i kishës, dhe duhet të them që konflikti që është bërë në Ukrainë nuk është konflikt mes NATO-s apo sikur na japin neve, por është një konflikt ndërmjet judaizmit të Shabat Lavovichit, të cilët donin që Ukrainën ta kthenin Izrael 2, dhe ortodoksisë ruse, po të shikosh për shembull shkrimet e këtij Aleksandr Duginit, ai thotë që lufta në Ukrainë është luftë ndërmjet katehonit me antikrishtin. Domethënë, sipas mendimit nacionalist ortodoks rus, ata besojnë që në Ukrainë ata po luftojnë me antikrishtin, dhe sipas profecive të ata që quhen starec apo pleqt e kishës ortodokse ruse, ata besojnë që kjo është shenjë e eskatologjisë ortodokse, ku përpara ditës së gjykimit ortodoksia do të çliroj Kievin, por do të çliroj edhe Jeruzalemin nga judejt. Dhe ortodoksia ruse e shikon gjithë këtë lëvizje të zionizmit ndërkombëtar si pjesë e profecive të tyre të fundit të kohës, ku sikur përmendet edhe në Testamentin e Ri, në letrat e Shëmpalit, sinagoga e Satanait në fundin e kohës do mobilizohet me judejt dhe do mbështeti antikrishtin. Kjo është teologjia ortodokse. Tani unë të lash të flasësh gjysmëmarë për politikë, Ti mua më ndërprit për politikë dhe për histori. Tani gjysmëmarëshin e fundit do ta Teologji. përdori për teologji, se nuk kemi kohë të zgjerim. Pra, tani e po nisa them pse nisa me Amerikën dhe dua një përgjigje të shkurtër dhe të qartë. Po të shkoj pak më mbrapa në kohë. Unë kam qenë ndjekës i Steve Bannon, kur ai ndërtoi gjithë platformën për Trumpin në fushatën e parë në 2016. po. Atëherë nuk më bën të shumë përshtypje tok fjalëshi kur ai e përdorte shumë shpesh, thoshte qytetërimi judeo-kristian, vlerat judeo-kristiane. Popull judeo-kristian. Mendoja që ishte thjesht marketing për të marrë dhe vota të elektoratit që fut. Por më vonë kuptova se nuk ishte kaq e thjeshtë. Ka vërtet një përpjekje për simbiozë, për ngjitje, për shkrirje të të dyjeve, duke përdorur priftrinë evangelist, pastorët evangelist. Dhe kur del Pete Hegseth, ministri i mbrojtjes, i luftës, i cili thot, ka ndodhur shumë mrekulli, siç ishte krijimi i Izraelit, kjo ajo, pse të mos ndodhe mrekullia e madhe, ndërtimi i tempullit për herë të tretë. Kjo do të thot shembje e xhamisë Al-Aqsa. Çfarë ka ndodhur? Se këta janë të krishterë. A ka mundësi që duke lexuar Biblën të dy palët të arrinë në konkluzione kaq të ndryshme, katolikët në një qendrim krejt të ndryshëm? Një pjesë, nuk po them të gjithë evangelistët, por një pjesë shumë e madhe e evangelistëve amerikanë në një konkluzion tepër të ndryshëm për Mesian. Ky lobi izraelit, ndoshta duke filluar nga vitet 90 e mbrapa, ka mbështetur një rrymë ekstremiste brenda evangelizmit të krishterë, ta që njihen si evangelistët zionist, të cilët duke manipuluar teologjinë e krishterë, i tregojnë hebrejnë që futët judejnë nga popull i mallkuar i Perëndis, ata mallkohen në Bibël. Kisha katolike historikisht i ka përshkruar si popull i mallkuar, por edhe kisha ortodokse. Biles papa në çdo mesh pashkësh lutej për konvertimin e hebrejve. Dhe tani ata nga një popull i mallkuar që janë konsideruar historikisht nga kishat origjinale të krishterimit ortodokse dhe katolikja, çfarë bën ky evangelizmi amerikan, i cili merr financime masive nga departamenti i shtetit, për shembull, është pjesa politike kjo. Ti e mban më në vitet 90 deri sot se si vërshuan e dolën gjithë ata pastor me emra myslimane e doçor e çarian që u konvertuan në evangelistë dhe paguan. Mirë, po rritë teologjia se s'kemi kohë. Dhe kjo teologji, domethënë, nga popull i mallkuar
i kanë shpallur judejnë si popull i zgjedhur i Perëndis, ku këta evangelistët besojnë se duke luftuar antikrishtin që ata quajnë fenë e Muhamedit, ata do t'i mbledhin judejnë nga gjithë bota në Palestinë, do krijojnë Izraelin dhe me krijimin e Izraelit. Të madh se Izraeli krijuar është. Ata besojnë që Perëndia do zbresi Jezu Krishtin, i cili do t'i konvertojë më pas judejët në krishtërim. Kjo është teologjia e evangelizmit zionist. Kisha katolik. Pra, duhet t'i mbledhim të gjithë që futët ku janë e ku s'janë në Izrael, të bëhet sa më i madh Izraeli për që t'i strehojë të gjithë, sepse kur të mblidhen të gjithë, vetëm në atë moment do zbresi Mesia. Po. Sipas evangelistëve. Evangelizmi. Dhe do t'i detyrojë të gjithë që futët të konvertohen. Po. Dhe kjo do jetë fundi i kohës. Po, se do zbresi Perëndia Jezu Krishtin edhe do ndërkohë rabin mund të gjesh pafund në internet nëse kërkon, tallen me Jezu Krishtin, tallen me shëmërinë. Nuk e pranojnë ringjalljen e Jezu Krishtit. Në Talmud ata nuk e pranojnë që është biri i Zotit. Në Talmud ata quajnë Jezu Krishtin bir kurve dhe shënmërinë, Zoti na fal, e quajnë prostitut, e cila sipas tyre kurvëroi me një legionar romak, Pantera Nera apo Pantera i zi, dhe lindi një dobiç i cili është Jezu Krishti. Dhe domethënë ata e urrejnë Jezu. Për ata që nuk e dinë t'jasë publikut, libra talmudik janë libra interpretimesh nga rabin. Nga rabin. Pra nuk janë libra nga Zoti. Janë shënime rabinike, por çka ka ndodhur është që pas lëvizjes nga Babilonia për në Jeruzalem dhe pas dëbimit, që futët shpikën një fe të re që është kjo feja talmudike, ku Talmudi nuk është Tora, nuk është libri që ka zbritur Perëndia, po janë filozofitë e rabinëve të tyre. Dhe kjo lloj teologjie i bën këta judejnë që t'i shohin të krishterët e para si pagan, kush ka lexuar për shembull librin Qifutka e Toledos që e ka përkthyer Robert Zhvarci, aty tregohet që në Spanjën e Mesjetës rabinët Qifut i konsideronin katolikët pagan, adhurues idhujsh, dhe nëse një Qifut konvertohej në katolik, ata nuk e linin që të konvertohej mbrapsht në Qifut, në judej, por nëse një jud konvertohej në musliman, ata e lejonin, nga që e konsiderojnë islamin një farë versioni i prishur judaizmit, por që është i afërt. Ata nuk i konsiderojnë muslimanët adhurues idhujsh, por konsiderojnë njerëz të librit. Po i konsiderojnë gjithashtu si një version bastard i judaizmit. Se domethënë nëse ke parë termin që përdorin ata për muslimanët, është i quajnë Ishmaelit. Po. Ja që ata thonë muslimanët janë pasues të Ishmailit, pasardhës të Ismailit, që ishte i biri i Ibrahimit apo Abrahamit. Dhe ata thonë që ne jemi popull i zgjedhur i Zotit se ne rrjedhim nga Ishaku dhe Sara, dhe Sarën e tregojnë si princesë edhe të bardhë, ndërsa Ismailin, festa e Kurban Bayramit që ne muslimanët festojmë është festa e Ibrahimit me Ismailin, kur Ibrahimi edhe bën kurban për Zotin në Mekë një bakti. Dhe ata thonë, këta thonë muslimanët, apo më saktë arabët, po nga arabët ata përfshin gjithë muslimanët, janë pasardhës të Haxhires apo Haxherit, dhe ata thonë Haxheri ishte një sklave dhe zezake, dhe këta rrjedhin nga kurvëria apo nga marrëdhënia jo martesore që bën Ibrahimi me Haxhiren, e thonë këta janë bisklebrish. Dhe në për profecitë e tyre, domethënë të këtij sekti të Shabat Labovicit, ata besojnë që para se të vi Meshia, bijtë e dritës, e kështu i quajnë veten e tyre, do të luftojnë me bijtë e errësirës, nëse ke parë edhe fjalimet e Netanyahu, sidomos kur nisi luftën kundër Hamasit, që tha ne jemi bijtë e dritës. Këta janë bijtë e errësirës, këta janë Amaleku biblik, dhe ata domethënë na shohin neve si kafsh. Domethënë ata si gojim i shohin gjithë njerëzit, por në veçanti i shohin muslimanët si kafsh, të cilët duhet të zhduken, të kthehen në sklever të judejve, nga që në teologjinë që ky sekti supremacist i Shabat Labovicit dhe ky zionizmi modern ka zhvilluar,
është që njerëzimi është kafsh dhe domethënë ashtu sikur lopa apo delja i shërben njeriut, kështu duhet të shërbejmë edhe neve ndaj tyre. Madje thonë që ne jemi të lumtur nëse u shërbejmë atyre. Po, dhe do të jemi të lumtur. Ekzistenca jonë merr kuptim vetëm kur u shërbejmë Dhe atyre. po të shohësh të rendin global që kanë ndërtuar këta, jo banka digjitale. Mos më kalon politik, rrim. Jo, por kjo është teologji për ata. Po jo, se akoma nuk e kemi të qartë si është vizioni për fundin e botës. Pra, e sqaruam si e kanë evangelistët. Vizioni zionizme për fundin e botës. Si është vizioni i të krishterëve të tjerë? Cili është vizioni i muslimanëve? Tani vizioni i krishterëve të tjerë i ortodoksëve të paktën që un kam ndjekur është që ata besojnë që përpara fundit të kohës do bëhet një luftë e madhe ndërmjet ortodoksisë dhe judaizmit, i cili do mbështesi antikrishtin në Jeruzalem. Dhe ata besojnë që përpara fundit të kohës, sidomos ortodoksët rusë, grupi i Duginit, besojnë që Rusia do ta çliroj Jeruzalemin nga judejt dhe Perëndia do zbresi Jezu Krishtin. Për ata që kanë Po flasim për 7 vjet luftë kur rrugët mbushen me gjak. Po, dhe domethënë si judaizmi zionist, si ortodoksia, por edhe islami besojnë që në fundin e kohës do bëhet një betejë e madhe që ata i quajnë Armagedoni. Tani judejt besojnë që bijtë e dritës do t'i mundin bijtë e errësirës në këtë luftën e madhe që do bëhet mal me koka. Këtë besojnë edhe evangelistët e krishterë. Ndërsa tek myslimanët Po sipas evangelistëve kush do luftojë me kë? Tani sipas evangelizmit zionist modern është që Izraeli me mbështetjen e Amerikës do të zhdukin islamin. Aha, domethënë është Islami pengesë për ardhjen e Mesias. Biles nëse ke parë, domethënë tani që nisi lufta kundër Iranit, ky Pete Hegseth i dha urdhër gjithë komandantëve që i tha kjo është lufta e fundit dhe po bëjmë luftë biblike për mundjen e Këto i thon komandantët edhe ushtarëve kur edhe ushtarëve zyri që jemi duke luftuar për tempullin e tretë. Domethënë ky Pete Hegseth përpara se edhe ushtarët e Izraelit kanë filluar të mbajnë pulla në supë me figurën e tempullit të tretë. Edhe lufta që këta po bëjnë në këto momente kundër Iranit, dhe po të shohësh, domethënë, po të shohim çka ka ndodhur nga viti 1991 deri tani 2026, pra 35 vite. Netanyahu beson që zionizmi ka arritur fitore biblike, nga që është zhduku Irakun, është zhduku Sirin, ka nënshtruar Jordanin, ka nënshtruar Egjiptin, zhduku Libin. Dhe në atë vizionin e Netanyahut kanë ngelur vetëm 2 forca të Amalekut që ndalojnë Izraelin nga shëmbja e Xhamis Aksa dhe ndërtimi i tempullit. Këto 2 forca janë Irani dhe Turqia. Dhe po ta shohësh edhe me sy shekullar, kush është ajo gjë që e ndalon Izraelin nga shëmbja e Xhamis Aksa? Gjithë regjimet arabe rreth e qark ata i zhdukën. Janë vetëm 2 shtete. Është Turqia, që është as mish as pesh. Është kjo arsye që ka më shumë se një javë që Naftali Bennett në çdo dalje publike thot Turqia është Irani i ardhshëm. Jo vetëm Naftali Bennett, por ne kemi komisionin Negel. Në momentin që Ahmed al-Shara apo Abu Muhammad al-Jolani në koordinim me CIA dhe MI6-in britanik rrëzoi Asadin edhe me Rusin dhe mori pushtetin, dhe Izraeli nisi bombardim dhe shkatrimin masiv të gjitha bazave ushtarake të Sirisë. Netanyahu ndërtoi komisionin Nagel, i cili pas që dëgjoi një muaj studimi erdhi me atë plan programin për ushtrin, për shtetin e Izraelit, që tani që ne po e mundim Iranin, se do më thënë rënja e Sirisë ishte prerja e dorës së Iranit, se për sa kohë që Siria ishte aty, Irani ishte në Liban dhe në Palestinë, sepse armët që i qoheshin Hizbullahit i qoheshin nëpërmjet Damaskut. Dhe pasi këta e shkatruan Sirin dhe e vunë Sirin në kontrollin e tyre, Komisioni Nagel erdhi, domethënë i dha qeverisë izraelite plan programin që duhet përgatitemi për luftën tjetër, që është lufta kundër Turqisë. Dhe nëse dalim tani me luftën që po bëhet tani kundër Iranit, po të shikosh, unë faktikisht kam bërë video dhe kam predikuar një javë përpara se të vritej Khamenei, kam predikuar që
Izraeli do të godasi Iranin. Pse do ta godasi? Nga që duhet ta shohim, domethënë lindjen e mesme me sytë e Netanyahut. Netanyahu Sirin e zhduku, Hamasin e shkatroi, Hizbullahin e dobsoi, dhe për Netanyahun tani më fusha ishte e hapur që do godiste Iranin. Në luftën e qershorit 2025-s Izraeli ishte i papërgatitur nga që nuk ishte flota amerikane. Në shkurt ata e sollën flotën amerikane dhe Netanyahu e goditi Iranin në 28 shkurt, 2 ditë para festës së Purimit. Çfarë është festa e Purimit? Festa e Purimit është festë kur judejt festojnë fitoren e tyre kundër Persisë. Në kohën e perandorisë Akimenide, në kohën e Xerxesit të parë, kur qeveria Akimenide e kohës donte që t'i vinte nën kontroll judejnë, nga që ata përshkatronin ekonominë e Akimenidëve, judejt përdorën një prostitut me emrin Ester, është edhe libri i Esterit, ku një pimp qifut, një kodosh, Mordekaj, e merr Esterin dhe ja çon si prostitut Xerxesit të parë. Kjo ndoshta i bën magjia, ku dëgjon, ja bën trurin ndall dhe e bin Xerxesin që ta zhduki të gjithë qeverinë e tij dhe pushtetin t'ia japi judejve. Dhe për këtë fitore kundër Hamanit dhe të gjithë qeverisë persiane të kohës, iraniane, në çdo fest Purimi, qifutët bëjnë kurabie në formë sysh, veshësh dhe hundësh dhe i hajnë ato, sepse domethënë me këtë ngrënie thon po hajm iranianët, po hajm trupat e tyre. Është fest kanibaliste. Dhe Netanyahu e goditi Iranin datën 28 shkurt, 2 ditë para Purimit, nga që ai besonte se duke vrarë Khamenein dhe Këshillin e Sigurisë Kombëtare dhe duke bërë bombardime masive, do të mundsonte iranianët që të çoheshin dhe të ndryshonin regjimin. Sepse në sytë e Netanyahut ai është duke bërë një luftë biblike, ku Netanyahu beson që e keqja më e madhe biles një javë përpara se sa të godite Irani, ai mbajti një fjalim dhe mbajti në hebraisht, ku ai thoshte ne kemi 2 armiq që na kanë ngelur. Njëra është boshti shiit, i cili është i plagosur, dhe tjetri është boshti i vllazërisë myslimane që do të thotë Turqia. Dhe projekti i Izraelit është që do ta zhdukim Iranin, duke vrarë Ali Khamenein, ai shpresonte që do ndodhte përmbysje regjimi, por që nuk po i ndodh, dhe pas kësaj plani B ishte që do rrëzoj Erdogani, do vendose një qeveri kukull në Turqi, dhe në këto momente, kur Turqia me Iranin të kthehen në regjime zioniste, sigur janë Emiratet Arabe, sigur është Jordania e tjerë, në këto momente, judejt besojnë që tani ka ardhur momenti që ne do shkatrojmë Xhamin Aksa, dhe pasi ta shkatrojmë atë, ne do ndërtojmë tempullin e tretë të Sholomonit, që... E ke dëgjuar rabinin Josef Mizrahi? Po? I cili thotë që po t'isha unë, thot? Hidhje një raketë, aty e thoja ka hedhur Irani. Po, do ta godisja me një raketë, do thoja ka goditur Irani, mbaroi xhamia, tani është koha të ndërtojmë tempull. Po Netanyahu nuk guxon ta bëjë atë. E di pse nuk guxon? Nga që Netanyahu nuk i zëbes as Iranit dhe as Erdoganit. Pse edhe Erdogani, edhe pse ai është me NATO-n e i bindet amerikanëve etj. Netanyahu do të jetë i sigurt se dëgjoj, shkatrimi i Xhamis Aksa do bëj një bombë, do krijoj një bombë atomike në aspektin e besimtarëve fetar musliman. Si të zhdukim Iranin, do zhdukim edhe Pakistanin. Sepse ata nuk i zënë bes as bombës. Më fal, sa milion banor ka Pakistani? Më duket një 200 milion. Edhe sa bombë atomike ka? Po, domethënë ata do... Si do ta zhduki Izraeli me 8 milion çifut? Dgjoj, Netanyahu është psikopat. Dhe ti duhet kuptosh këtë gjë që si lufta e qershorit 2025 që Trumpi nuk e donte, që ky e bëri me pabesi, si goditja e 28 shkurtit kur ky vrau Khamenein, dhe ne kemi biseduar në për emisione që ky po e zhyt botën në errësirë tani, nga që vrasja e Khameneit
po çon luftë botërore, domethënë Irani ka mbyllur Hormuzin, Trumpi është bërë si i çmendur, u lëret thret NATO. Izraeli ka bërë të qartë që kërkon luftën e tretë botërore. Një ish kryetare e Bashkisë Jeruzalemit e ka thënë para pak ditësh. Ose na ndihmoni të zhdukim Iranin, ose do kemi luftë të tretë botërore. Dhe duhet di me diçka që kur ky kërcënoi Trumpin në luftën e qershore, që i tha bombardo stacionet nukleare iraniane të Natanzit, Busheherit, të Natanzit, Isfahanit edhe Fordos, i tha ose do t'i bombardosh ti ose unë do hedh bombën atomike. Dhe kështu është se si ky e mban nën presion. Të njëjtën gjë ka bërë Golda Meir në 73. 73-ën me kush ishte president atëherë, Rova? Ford ka përshtypjen. Ka thirrur këtë Kissingerin dhe i ka thënë ja ku është avioni, ja ku janë mbushet për ta marrë. Po i thanë amerikanëve shikojini me satelita, i kemi gati. Po. Dhe puna është që këta janë mesianik, domethënë Netanyahu është i çmendur. Domethënë ai Po nuk besoj se është vetëm kjo. Po cila është tjetër? Jo, është kjo, po është ka të ca gjëra tjera. Për shembull, për shembull, më ka bërë përshtypje ajo dhurata simbolike e Netanyahut për Trumpin. cila? Pager, ai aparati Po, për komunikime me që bravo, mesazhe prej Floriri. Po. I vën në një plak druri. Po. Unë s'mendoj se ajo është pa mesazh të koduar. Të japësh presidentit Amerikës një pajisje Që vret njerëz? me cilën ti ke vrarë qindra vetë. Se u bëhe famshme gjithë botën, e kishin harruar njerëzit çfarë është Pager, e keni përdorur vitet 90. Ore më fal. S'përdoret A di më. që Izraeli mund ta vrasin me këta telefon? Ne Po, nuk e e dim, nuk e dim se çfarë nga telefonat. Po e di. Domethënë ata i kanë futur çipin gjithë dynjas. Dhe ata nuk kanë asnjë etik, po duan ata vrasin gjithë njerëzimin. Jo, po ta kishin futur çdo telefonin në botë, ty do të kishin vrarë tani. Po nuk jam aq i rëndësishëm të rikasi. Se ti, shipe, ata nuk e vran Nasrallahun edhe Hizbullahin. Ja kishin implantuar sa vite më herët, 5 vite më herët duket. Këto pagerat Hizbullahin dhe ata ta implantojnë edhe ta lënë aty. Domethënë, dëgjoj, ka një gjë i zionistët që Me që e lam prap bisedën e Teologjisë. teologjisë, u hym prap tek politika. Çfarë mendon se do ndodhi me Tucker Carlson? zionistët E kanë thuhet që është në hetim. CIA i ka hapur hetim. Unë kam frikë se mund ta vrasin. Edhe unë kam Nga frikë se që mund ta vrasin. domethënë sikur e vran këtë Ka përshtypjen që nuk e fusin dot në burg, nuk e S'ka mësojnë dot qenë. çështjen. domethënë sikur e vran këtë, si kishte emrin ky? Charlie Kirk. Sikur e vran Charlie Kirkun, edhe nëse ke ndjekur intervistën që Tucker Carlson pati me shefin e policisë antiterrorit amerikane që E pash. që do E pash, dorëheqje, e pash të plot se në harrova emrin atij. John Kent. John Kent. Joe Kent. Çfarë tha John Kenti? Tha, takimin e fundit tha që pata me këtë, si kishte emrin e njerë? Charlie Kirk. Me Charlie Kirk më tha, aman tha, na ndihmo që mos të hym në luftë kundër Iranit. Pra Charlie Kirk u vra nga që po lobizonte Trumpin, po i bënte presion Trumpit që mos hynte në luftë me Iranin. Presion s'kishte dorë ti bënte, po Po mundohej shtynte. të binte. Po jo vetëm ai, po e këshillon edhe kundër Tucker luftës. Carlson, edhe ky shefi antiterrorit, edhe ky prandaj tha dorëheqje. Nëse pe Po është vënë në hetim edhe ky e Po morën. edhe këti, domethënë, se dëgjoj, kushdo që del kundër Izraelit, këta e zhdukin. Dhe nëse pe domethënë S'ka të rritur i kanë bllokuar llogaritë bankare. këta tjerat këta po i Candy shkelin. Owens po sulmohet për ditë, po shpallet antisemite. Këta influencersat ata po i zhdukin. Domethënë ata po më sulmojnë edhe mua edhe ty, domethënë po çofësh edhe këtu në Shqipëri, un para se Jo, mua s'm ka sulmuar. po mua më sulmuan, dolën në Top Channel thonin është njëri që flet nga Malajzia, nëse vjen ai do arrestohet, un prandaj erdha që të më arrestonit, po s'po më arreston njëri, po se ka fushat globale kundër atyre që denoncojnë zionizmin. Dhe ky shefi antiterrorit se s'mbien mend emri, Joe Kent Joe Kent, ose Joseph. emri i gjatë. nëse e lexove letrën e E lexova. dorëheqjes, ai tha e para, Irani nuk ishte kërcënim për neve, dhe luftën kundër Iranit e bëri Izraeli. Nuk është në interesin ton. Dhe pasi ky dha dorëheqjen, nëse pe dje Netanyahu që deri në këto momente arrinte nëpër tunele, edhe ne nuk e dinim a ishte gjallë apo i Edhe vdekur. unë besoj që deri sot që kishte vdekur. Doli nga tuneli, se i rrisi min tunel, se është frikacak, nuk është trim. Doli nga tuneli, dha konferencë për shtyp. Të birin e ka me pushime të gjata, 4 vjeçare në Florida. Florida, po normal. Doli nga tuneli Netanyahu dhe tha, jo, tha, nuk jemi neve tha që kemi nisur luftën, tha. Nuk jemi neve që kemi shtyrë presidentin Trump në luftë, presidenti Trump është komandanti jon, unë jam thjesht aleati i tij, është presidenti Trump që i bëri se, domethënë,
tërheqja e shefit antiterrorit Amerikës. Po nuk pi ujë kjo. Gjithmonë më shumë amerikanë kanë të qartë këtë që Izraeli e ka marrë peng Amerikën. E ka marrë peng, por duhet kuptojmë edhe diçka që ky lobi zionist është shumë i friksuar se njerëz si Tucker Carlson, të cilët sollën në pushtet Trumpin, sikur Steve Bannon bëri burg për Trumpin. Se ishte i vetmi që i shndrovi burg Trumpit edhe pranoi të shkojnë në burg dhe mos ta trajtoi Trumpin. Tani Trumpi gjendet mes dy zjarreve. Trumpi e di që këta janë krahu i tij djathtë, këta janë që sollën pushtet, se këta janë patriot amerikan. Por në anën tjetër, këta zionistët se çfarë i kanë kapur Trumpit. Domethënë këta i kanë Trumpit një gjashtë të madhe, saqë këta i shkatruan jetën Trumpit dhe po shkatruan edhe Amerikën. Se ka përshtypjen që janë 3 gjëra të përfshira. Kush janë? Atentatet që po i ndodhin pak si shumë shpesh. Po, që i thon mund të vrasim çdo moment. Po. Një moment. Shumë i fuqishëm nga Adelson në fshat. Një moment, nëse e pe intervistën e Tucker Carlson me shefin antiterrorit, ai tha neve nuk na kanë lejuar të hetojmë për vrasjen e Charlie Kirk. Kush ishte ky që jo vetëm Charlie Kirkut, edhe për vrasjen e Trumpit. Për këtë personin që i bëri atentat Trumpit, neve nuk po na lejojnë që ta kontaktojmë atë. Dhe domethënë ajo që hidhte shefi antiterrorit është që kemi një element huaj që është mbrapa kësaj që kërkon të vrasë Trumpin. Ky Max Blumenthal kishte një podcast dje me harrova se si e ka emrin ky intelektuali amerikan, ku thoshte që Mossadi izraelit ka bën një luftë psikologjike. Max Blumenthal është vetë çifut. Po. Kundër Trumpit, saqë fillim. Po është antizionist. Antizionist, domethënë jo vetëm që e kanë kapur peng me dosjen e Epsteinit, por kanë bërë gjithatë brainwashing kundër tij, që ti mbushnin mendjen që ty do të vrasi Irani. Edhe ky Max Blumenthal citonte Trumpin Do të citojmë pak se jemi në fund. Pasi u vra Khamenei, që thoshte Trumpi he wanted to get me but I got him first. Domethënë ky është aq idiot Trumpi, se ja kishin mbushur mendjen që unë se besoj se është idiot, është besoj që është i marr peng. Sa që thoshte. Edhe treta që të thash, pra janë parat që ka marrë me pa hesap nga adresonat e të tjerë vizionistë. Që kanë bler. Po. Kërcënimi me vdekje, me atentatet e përsëritura çdo 6 muaj, me teorinë që gjoja e Irani po paguan për ta vrarë, nga ngritur 3-4 celula. Dhe treta, diçka ka në dosjen e Epsteinit. Po. Unë deri dje kam thënë që Donald Trump është njëri që i pëlqejnë femrat, kujt nuk i pëlqejnë. I pëlqejnë pak të reja, ndoshta jo të gjithë e kemi këtë. Po ne dimë, është pedofil, është përdhunues serial. Jo, kjo është diferenca. Unë nuk mendoja që ka qenë ndonjëherë pedofil. Okej. Po përdhunues është, ai pranon vetë që ka përdhunuar. Jo, përdhunim jo. Përdhunim me standardet e majtistëve nuk është, po diskutim tjetër ai. Po ti ke videon që i nxorën gjatë presidencës parë që e kishin përgjuar që thoshte e pash njërin i futa dorët e kapa me dhunë, bëri çik ha. Jo, nuk tha e kapa me dhunë, por tash mos më detyroj të bëj apologjin Trumpit. Okej. Ka thënë tekstualisht kur je star, pra yll Hollywoodi, politike, televizioni, se Trumpi ka qenë yll televizioni, ato të lënë të bësh ç'të duash, të lënë ti kapësh edhe te ai vendi. Po këtë Depardieu në Francë e futën në burg vetëm se thanë sa femra ka bërë me seks me ne kundër dëshirës tonë. Po në hap diskutim krejt tjetër, ai është komplet kurrë Depardieu sepse ka dalë vajza e një mikut që ka thënë shkova ditën e parë në shtëpinë e tim përdhunoj, pas 2 ditë shkova prapë përdhunoj prapë. Që këtu është qesharake historia se nuk shkohet aty ku të kanë përdhunuar tek personi që të ka përdhunuar. Depardieu e kanë kohë që e kanë targetuar. Edhe targetuan për Rusin, nga që mbështeti Putin. Eksakt. Ai kërkoi pasaportë ruse që të bënte një gjest kundër rritjes taksave në Francë. Edhe në Francë sot nuk ta falin këtë. Nuk ja falin atyre që thonë vërtetën. Themi te teologjia. Po s'kemi kohë. Do vazhdojmë me teologjinë islamike apo s'kemi kohë? Atëherë? S'kemi kohë. Mbyllë sa më shkurt, tjetër mundur. Atëherë po bëj një mbyllje me teologjinë islamike. Ndërsa zionistët dhe evangelistët mendojnë që Meshia do vi pasi ata të bëjnë këtë holokaustin masiv, Armagedonin masiv duke vrarë muslimanën, teologjia islamike, si ajo sunite, si shiite, besojnë në betejën e fundit kohës, që njihen ndryshe al-Malhama al-Kubra, apo ajo lufta e madhe, ku profeti Muhammed thotë që në fundin e kohës,
në Palestinë do mblidhen judej nga gjithë bota dhe do vrasin muslimanët. Do bëhet një luftë aq e madhe sa që thot profeti, nga kjo luftë edhe zojsht në qiell do të digjen dhe do të bien tokë. Edhe sipas eskatologjisë muslimane besohet që si sunite si shiite besohet që në fundin e kohës muslimanëve do t'i zbresi Imam Mehdiu. Shiitët besojnë që Imam Mehdiu jeton, ndërsa sunitët besojnë që ai do lindi dhe do shfaqet në fundin e kohës që do të heqë muslimanët. Dhe muslimanët besojnë që në kohën kur Imam Mehdiu do të heqë muslimanët do të bëjnë një aleancë me rumët apo romakët. Sipas Kuranit, romakët janë besimtarët e krishterë ortodoks dhe sipas Hoxhës Sheh Imran Hussein, të cilin antiterrori edhe nuk e lejoi të hynte në Shqipëri në nëntor më duket të vitit 2025, ai beson që kjo aleancë do të jetë Rusia. Domethënë muslimanët do bëjnë një aleancë me Rusinë, do bëhen një luftë e madhe botërore ku Amerika me Izraelin do të luftojnë me Rusinë dhe me Iranin dhe me botën muslimane. Gjatë kësaj kohe do të pushtohet edhe Konstantinopoja apo Stambolli dhe në fundin e kohës muslimanët dhe të krishterët do të mundin ushtrinë e Dajjalit apo të antikrishtit. Okej, po bëjmë një mbyllje atëherë, pa dashur të thyej asnjë besimtar të asnjërit prej besimeve të njohura. Unë do të doja që kjo luftë mos ndodhte kurrë. Unë do të doja që Jeruzalemi të ishte një qytet-shtet nën kontrollin e OKB-s i hapur për të gjithë besimtarët e të gjitha feve, të mos e kontrolloj askush, asnjë shtet. Do doja që Izraeli të pushojë si qeni një shtet genocidal dhe apartheid, të detyrohet të çmontojë armët bërthamore siç u detyrua Afrika e Jugut, të detyrohet që ofrojë drejtat barabarta të gjithë shtetësve të tij, edhe të njohë si shtetës dhe ata që janë rezident atje dhe janë autokton, dhe që Izraeli të mos jetë më një shtet luftënxitës dhe që gjithë rajoni, madje edhe muslimanët, se nuk folëm pak për s'kishim kohë të flisnim për konfliktet mes muslimanëve, dhe muslimanët në atë rajon t'i lënë pas shpine ato diversitete, ato kontradikta që shohin mes njëri tjetrit, ato armiqësi, sepse vetëm sionistët fitojnë. Sakt. Faleminderit për bisedën. Faleminderit për ftesën. Këtu përfundon emisioni të dashur shikues, do të shihemi javën e ardhshme. Mirupafshim.